Ish konkurrenti i shtëpisë më të famshëm në Shqipëri, Xhibani, doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkak të teatrit që ishte i sëmurë rënd. Së fundmi, ai ka qenë i ftuar në një intervistë ku ka pranuar se ka qenë i dashuruar me Danjen. Teksa ishte i ftuar në një emision, ai pranoi se kur ishte brenda shtëpisë kishte ndjenja, por tani jo më. Do më merrte malli për Danjen. Isha i dashuruar kokë e këmbë me të. Tani nuk jam më. Reflektoj dhe shikoj shumë shpejt se çfarë po ndodh. Jam i dashuruar me të qenit në dashuri. Më inspironte, ishte muza ime, ushqeje unë këtë gjë. Dola nga dashuria shumë shpejt. I pyetur nëse ka pasur komunikim me Redin, pra të dashurin e Danjës, ajo përgjigj në këtë mënyrë. Nuk kam pasur komunikim. Ai ka kontaktuar familjar të mi dhe ka kërkuar që kjo gjë të mbaroj. Ka qenë komunikim njerëzor, korrekt. Të ishte ndryshe, do ishte marrë vesh, deklaroi Xhibani, duke sqaruar një herë mirë fancat e tij, por edhe fancat e Danjës.